Sekretariati për Bujqësi, Zhvillim Rural dhe Ekologji në Ulqin ka përmbyllur me sukses vitin 2025, duke realizuar plotësisht buxhetin e planifikuar prej 250.000 eurosh. Kështu ka deklaruar sekretarja e sekretariatit Arta Muça, e cila theksoi se viti ka qenë mjaft aktiv dhe me rezultate konkrete për fermerët lokal. Sipas saj, mjetet financiare janë ndarë si për subvencione direkte, ashtu edhe për promovimin e bujqësisë dhe produkteve vendore. Gjatë vitit 2025 mund të them se kemi qenë mjaft aktiv si sekretariat dhe kemi pasur mjaft angazhim. Ishte një vit i suksesshëm, mund të them se realisht e kemi realizuar plotësisht buxhetin që kishim paraparë për vitin 2025, pra kishim paraparë një shumë prej 250.000 eurosh dhe këtë e kemi realizuar plotësisht. Po, na tregoni ndoshta cilat ishin risit për vitin 2025 që i mbyllet me sukses. Atëherë që ishte vit i suksesshëm, e thash që e tregon edhe vetë realizimi i buxhetit. Realizimin e kemi bërë në atë mënyrë që kemi ndarë nga njëra anë mjete financiare pra subvencione nëpërmes thirrjeve publike, por pala në anash njëkohësisht edhe nga ana tjetër promovimin, aktivitetet, manifestimet në drejtim të promovimit të bujqësisë. Sa janë ndarë fermerët kënaqur? Fermerët kishin mundësi të përfitojnë nga masat tona mbështetëse, nga subvencionet, pra në fushën e blegtërisë, për shembull te prodhimi i qumshtit, kemi realizuar premiumin e qumshtit, pra 5 cent për litër. Të gjithë prodhuesit e qumshtit, të cilët e shesin qumshtin e tyre qumshtorëve, kishin mundësi të përfitojnë nga 5 cent për litër. Atëherë në fushën e bletarisë, bletarët po ashtu përfituan premium nga 8 euro për koshere të bletëve, aty realizuam një shumë rreth 25.000 euro. Pastaj realizuam edhe thirrjen publike për mbështetjen e prodhimtarisë bimore, pra blerjen e fidaneve, farrave, po ashtu thirrje publike për blerjen e veglave, mjeteve të punës. Tu realizuam gjithsej diku rreth 160.000 euro. Ishte një numër goxha i madh i përfituesve, mbi 350 fermer, dhe besoj që ishin të kënaqur dhe e realizuan atë çka ju takon. Normalisht që buxheti është ajo çka na limiton, është një sfidë e madhe për ne buxheti i limituar dhe për këtë arsye kemi tentuar që këtë vit të arrisim pak buxhetin, sepse kemi parë që nevoja është në rritje. Duke parë interesimin dhe nevojat në rritje, për vitin 2026 është paraparë një rritje e buxhetit prej rreth 30%, duke arritur në 320.000 euro. Prioritet do të mbeten subvencionet për blegturi, bletari, ullishtari dhe pajisje pune me mundësi mbështetje deri në 50 të vlerës së investimit, ka deklaruar Muça. Po, duke marrë parasysh nevojën dhe kërkesat në rritje të vitit 2025, buxheti për 2026 është rritur diku rreth 30% dhe kemi paraparë 320.000 euro për fermerët tanë. Si prioritet gjithmonë do ta kemi nxitjen e bujqëve dhe do tentojmë që të rrisim subvencionet sa më shumë. Do vazhdojmë pra me nxitjen e fushës së blegtorisë, bletarisë, ullishtarisë, veglat e punës, po ashtu do t'i subvencionojmë pra në një shumë deri në 50% të refundimit të vlerës së investimit. Do vazhdojmë po ashtu edhe me manifestimet, siç kishim edhe në vitin 2025, mund t'i ceksim ndër manifestimet më të suksesshëm, pra ishte manifestimi gjatë muajve të verës, Shaqini i Ulqinit, pastaj kishim nata e bamjeve, shporta e vjeshtës, dhe besoj se ishin mjaft të suksesshme dhe ja vlen që ti promovojmë sa më tepër punën e bujqëve lokal dhe ti promovojmë prodhimet vendore, po ashtu gjatë sezonit turistik t'ju prezantojmë edhe turistëve kulturën tonë, traditën, shijen e qytetit tonë. Ka filluar viti 2026, si ka filluar puna për sektorin tuaj? Momentalisht mund të them se jemi në fazën e planifikimit të ndarjes së mjeteve, pra shumën prej 320.000 euro do t'i kanalizojmë në thirrjet e duhura dhe shfrytëzoj rastin që t'i ftoj edhe fermerët që të na bashkohen dhe të na japin sugjerimet e tyre lidhur me
nevojat e tyre në fushën e bujqësisë. Momentalisht kemi edhe aktual, mund të them, regjistrin e drunjve të ullirit, pra është një obligim ligjor të cili Ministria e Bujqësisë me anë të ligjit për ullishtarin, cili ka pasur disa ndryshime, i obligon secilin pronar të ullinjve ta regjistroj pra ullirin. Dhe i ftoj që të paraqiten te sekretariati tonë me kërkesën që ta bëj këtë regjistrim sa më parë. Pra duhet të dhënat lidhur me vjetërsinë e ullirit, me sortën e ullirit dhe të dhënat e pronës dhe katërsale. Vlen kjo vetëm për fermerët apo për gjithë banorët e Ulqinit? Për të gjithë banorët e Ulqinit, pra çdo banor i Ulqinit dhe i Malit Zin në përgjithësi ka obligim që ta regjistroj ullirin të cilin e posedon në pronën e vet. Po na tregoni sa jeni optimist si sekretariat për përmbylljen ashtu siç u përmbyll viti 2025, që janë përdorur gjitha mjetet ndara për buxhet, sa mendoni që edhe këtë do arrihet ky qëllim? Jemi plotësisht optimist se do ta realizojmë buxhetin e vitit 2026, padyshim, pasi që edhe në 2025-ën e tejkaluam shumën dhe shohim që kërkesat janë në rritje dhe bujqit apo fermerët po informohen çdo ditë më shumë dhe po vetëdijsohen që kanë mundësi dhe pse jo mos t'i shfrytëzojnë këto të drejta dhe masat mbështetëse që ju takojnë. Sekretarja Muça u bëri thirrje fermerëve që të bashkëpunojnë me sekretariatin dhe t'japin sugjerime, duke shprehur bindjen se edhe viti 2026 do të jetë po aq i suksesshëm sa viti paraprak.